Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuari i parë është Angelo Haruni. Angelo, përshëndetje. Përshëndetje Klea Kica. Faleminderit që erdhe. Faleminderit shumë që më ftuat në emision. Është një odise më vetvete kjo ftesa në këtë emisionin. Por ja ku jemi sot, më në fund ndihesh emocionuar që të bësh intervistë me mua? Shumë. Nuk e di si po i kontrolloj emocionet, me zi po i kontrolloj. Do filloj me ironi, okay? Në rregull. Okay. Atëherë Angelo, dua të di se si ka ndryshuar jeta jote pas daljes së Big Brother. Për mirë apo për keq? Apo për gjitha? Tani unë nuk e di si ka ndryshuar për mirë apo për keq. Na e thuaj ti. Atëherë, ishte ditë, ishte natë në fakt, nuk ishte ditë, dita kur unë dola nata kur unë dola nga Big Brotheri, dhe që nga atëherë kanë kaluar tani më 5-6 muaj, nuk e di, janë bërë shumë. Kanë qenë shumë, realisht, me shumë ngjyra, me shumë emocione, me shumë ndjesi në vetvete, ka qenë një rrugtim personal për mua, kur bëra më në fund pas sa i bie, pas 16 vjetësh një pauzë nga televizioni, që më duhej, dhe sot ndihem në akoma larg prajmit tim, pra kam akoma shumë rrugë përpara, por shumë mirë. Do të flasim më tej për rrugët që ke përpara dhe planet për të ardhmen tënde. Unë dua të di se a ke fituar apo ke humbur nga kjo eksperiencë? Shiko, është shumë e vështirë si pyetje ta bësh. Ndoshta do duhen akoma dhe muaj të tjerë për ta kuptuar nëse fitova apo humba nga kjo eksperiencë. Nëse kam humbur, e mendoja dikur që kisha humbur diçka. Mendoja që kisha humbur pak nga vetbesimi im në muajt e parë pasi dola. Ndoshta për mënyrën se si disa njerëz e kanë parë respekt nga një kategori e caktuar njerëzish, por pastaj kam kuptuar me kalimin e kohës që të gjithë njerëzit që më kanë parë për mirë, për keq, nuk ka rëndësi, sot mua më ndihmojnë që të mos merrem me ata. Automatikisht i fshi një kategori të njerëzve që janë paragjykues, nuk i duan jetën time, aq më mirë që e kanë këtë lloj paragjykimit më njëhershëm, pra e nxjerrin kokën pa më njohur akoma se sa ti një. Për çfarë paragjykojnë? E para, shumë njerëz paragjykojnë vetëm për faktin që hyjnë në një format si Big Brotheri. Automatikisht je pjesë e një Big Brotheri dhe këtë e them pak edhe me ndoshta kanë edhe drejt diku, sepse kur shohin njerëz që bëjnë kuice inteligjencë, edhe nuk din sa vite ka një dekadë, nuk din ngjyrat e ylberit, nuk din të shuajnë figurat historike shqiptare, natyrisht që ti nuk dëshiron që ta asociohesh me një kategori të tillë njerëzish dhe doli që të përfshin në këtë vorbull do. Pra, nëse ti bërtet apo nuk bërtet, nëse ti shan apo nuk shan, nëse ti lë nam apo nuk lë nam atje, ty sërish do të përfshin bashkë me ata që shajnë, fyejnë, dëjnë nam e gjithçka tjetër. Çfarë të ka surprizuar më shumë nga fama? Klea thonë që fama është lavirja e suksesit. Po. Dhe shumë njerëz e keq interpretojnë famën dhe e mendojnë se ai është suksesi në vetvete. Unë isha i qartë për këtë gjë, se kam kërkuar në asnjë moment famën dhe madje në këtë periudhë që kam dalë më shumë ka bezdisur se sa më ka shijuar, tregojmë sinqert. Pse? Sepse do të shkoj Robin në një kafe, do të shkoj në një restoran, do të shkoj në kinema, do të shkoj në një koncert, do të bëj pushime rehat, do të rri me dikë në rrugë, fjala vjen. Edhe të njohin të gjithë tani dhe gjithë kanë diçka për të komentuar, gjithë janë gati që të vendosin gishtin, gjithë janë gati që të vinë aty dhe të pretendojnë sikur të njohin se kush je dhe çfarë është bota jote. Dhe është mungesë privatësie. Por disa të tjerë pastaj fama është ajo çfarë kanë arritur dhe harrojnë që kamerat fiken, po karakteri aty qëndron. Okej, po ti për çfarë u fute në Big Brother? Kur fama të shqetëson? Është e bezdisshme për ty. U futa në Big Brother së pari për disa kauzat mjet, si ajo që tregova me vllajin tim, apo një dëshirë për të përfituar nga ajo çfarë do të ishte. Fama do të ishte një kompromis, Fama do të ishte gjithmonë një kompromis dhe jo vetvete objektivi.
për të arritur ndoshta një format më të mirë televiziv, për të arritur disa mundësi financiare shtesë. Dhe sot mund të them që as nuk kam dashur ta shfrytëzoj këtë lloj fame, pra këto kërkesat që bëhen për të shitur produkte në rrjetet sociale, nuk e di domethënë nga produktet e flokëve mjekësore, rroba, makina, ku diun, automatikisht i kam refuzuar dhe kam zgjedhur që të bëj vetë dhe praktikisht çfarë nuk më dha Bigu, ja vura kusht vetes që t'i arrija dhe them që i kam arritur gjitha. Ke diçka që do doje ta kishe ndryshuar në Big? Ndoshta nisjen, mënyrën se si jam futur dhe mënyrën se si jam qasur formatit. Që do të thotë, unë nuk dija asgjë për Big Brotherin, nuk isha parë kur një emision Bigu ose të paktën atë ditorin në jetën time, mund të kisha parë ndoshta 4-5 prime në total për gjatë 4 viteve të mëparshme që zhvillohej ai formati. Nuk kam kontaktuar asnjë nga personat që edhe dija përmes shoqërisë përbashkët që do të ishin atje me idenë për të qenë fair, po nuk ishte një program fair kur njerëzit që janë aty brenda, ata 38 konkurrentët e tjerë, se ishim 39 këtë vit, të gjithë secili ishte pjesë dërmuese për hesapin e vet, gatshëm të shisnin, gatshëm të bënin çdo gjë për famën, sa ata vinin për famën, nuk vija për atë gjë. Kështu që atë do doja ta kisha ndryshuar dhe ndoshta të futesha me një mindset që ndoshta edhe ja vlen të tallesh me këta njerëz, sepse i kam kursyer një pjesë të madhe shumë atje brenda për ignorancën që ata kanë pasur, për mendsinë që ata kanë pasur, për mënyrën se si janë qasur njerëzve të tjerë, ideve në tërësi. I kam toleruar dhe i kam kursyer, do kisha dashur që pse jo, të tallesh, të argëtohesh pak me ata njerëz, sepse në fund pjesa dërmuese e tyre nuk ja vlen. Kush nga ato nuk ja vlen? Po besoj ka qenë e qartë, edhe brenda nuk i kam hënjefsur. Po, edhe brenda nuk është se i kam hënjefsur një pjesë të personazheve, pra nuk tregon se nëse ti bëre 4 muaj apo bëre vetëm një javë atje nuk të bën një njeri më të mirë. Që do të thotë, sot shohim, për shembull, do dua ta theksoj një çik të pjesën që ka bërë përshtypje se si vajza si Jodi, si Armela, dhe pse kanë qëndruar eksaktësisht vetëm një javë atje brenda, sot kanë content në rrjetet sociale shumë herë më të bukur se sa një pjesë e madhe aty që kanë kaluar edhe 3 mujorin. Si për shembull? Si për shembull treqareku i finalistëve, pra ndoshta nga finalistët me përjashtim të Selin, që është në fund fare një person që ditë të respektoj njerëzit, që e vlerëson shoqërinë dhe takohet me ty, të gjithë tjerët janë akoma në këtë procesin që i ka kapluar fama, i duket vetja se kush janë. Jo me mua, sepse nuk na lidh më asgjë, s'kishte për të na lidhur kurrë asnjë lloj gjëje, por kemi njerëz të përbashkët, kemi grupe shoqërore, kemi grupe profesionale, sepse ata punojnë në një ekran ku un kam qenë pjesë e atij ekrani. Dhe e di se si sillen, edhe di se çfarë qasje kanë me stafin, qoftë teknik, qoftë editorial nga pas, apo edhe me të ftuarit e tjerë. Dhe ndoshta në atë format të shton pikë nëse je arrogant. Jashtë nuk ndodh kjo gjë. Kështu që do t'i kemi shumë shkurt akoma në ekran, por do të vëndsohen shumë shpejt sa të nisi tjetri. Kështu thot ti. Kështu them unë, kështu ka ndodhur historikisht me të gjithë konkurrentët e tjerë në formate si Big Brotheri, sepse ajo audiencë që ty të ngren dhe të jep atë famën, nga ajo duhet të druhesh më shumë. Kurse unë ata njerëz që sot më vlerësojnë akoma, më kanë ndjekur në vite, nuk është se në ndoqën ato 43 ditë sa qëndrova në atë format. Tani dua të largohem pak nga Bigu, se Bigu ka ik tani. Ti ke treguar. Po do t'ja themi edhe ca tjerëve aty që kanë mbaruar Big Brother, mos harroni që jeni akoma aty brenda, mos e kujtoni këtë gjë, janë fikur dritat, po ndrohen studiot scenografia, do vi sezoni i ri. Ndryshoni çik. Ti ke qenë një djalë që ke treguar vlera dhe norma, dhe për këtë të përgëzoj. Është rrallë që në programe të tilla të shkojë njëri të tregoj vlera. Është shumë e rrallë. Por kam marrë vesh se ti ke mirë marrëdhëniet me femrat. Ndaj dua të di se çfarë të tërheq më shumë tek një vajzë. Çfarë mos të tërheqet te një vajzë? M'fal. Çfarë të tërheq më shumë? Po çdo gjë më pëlqen tek një vajzë. Domethënë që nga natyra, që nga bërësia e një vajze, që nga çfarë mund thotë një vajzë me sytë e saj pa e hapur gojën. Që nga patjetër pastaj edhe pjesa estetike, është një
ndoshta as Picasso nuk ka realizuar kurrë një pikturë të tillë që të përcjell atë çfarë të transmeton figura, format edhe fytyra e një vajze. Kështu që unë nuk e kuptoj njerëzit që nuk i pëlqejnë vajzat. Po ti tani i ndan me shije, mor. Ti s'mund të pëlqesh gjitha vajzat që shef në rrugë, më të them, cila është vajza që të tërheq më shumë, çfarë cilësish ka ajo vajzë? Cila është vajza që më pëlqen më shumë? Çfarë cilësie duhet ketë një femër që të pëlqejë? Duhet ketë tru në radh parë. E di që duket shumë kështu. Po ti kur e shikon për herë të parë, tani nuk i shikon trurin. Dallohet njeriu. Dallohet? Dallohet që në shikim. Dallohet në mënyrën si reagon ndaj një fjale, dallohet në mënyrën se si bën një gest të vogël. Dallohet edhe në veset që ka. Dallohet edhe në mënyrën si i qaset njerëzve, si të thot një mirëdita, si të jep numrin e telefonit apo të jep Instagramin. Ti pëlqejnë vajzat që do japin Instagramin apo numrin e telefonit? Kush më pëlqen mua? Mua më pëlqejnë, edhe kam thënë këtë gjë, brunet. Me sy që flasin shumë edhe me vetulla të trasha. Dhe vazhdoj, e kam konfirmuar këtë gjë të vetja që vazhdon edhe kjo është gjë që më pëlqen. Pastaj me disa ecën Instagrami, me disa ecën me një herë telefoni. Por nuk më pëlqen të bëj kështu si Don Juan në këtë moment. Pra që tregove cilësinë ty të bruna, se unë këtë kërkoja në fillim nga ti. Ti më the, i pëlqej gjithë vajzat, çdo gjë që ka një vajzë. Po nuk e përjashtoj një vajzë vetëm se mund të jetë bjonde tani, se mund të ketë shumë elemente dhe cilësi të tjera. Nuk e përjashtoj një vajzë edhe nëse është për atë çfarë shumica do thoshte dhe nuk më pëlqen ta përdor fare si term, e shëmtuar. Absolutisht jo, në qoftë se ka një karakter që ja forcon dhe ja shton gjithë aspektet e tjera të karakterit, absolutisht se jo. Domethënë nuk ka ndodhur, por je tip që premton lidhje serioze dhe më pas tërhiqesh shpejt. Jo, unë nëse premtoj lidhje serioze, unë qëndroj në lidhje serioze, unë jam njeriu që kam qëndruar edhe gjatë në për marrëdhënie, jam njeriu që nuk kam tradhtuar kurrë. M'fal? Pse s'ke përfunduar? Pse nuk kam konkluduar diçka në jetën, pse s'jam i martuar, është ideja. Pse me martesën të bën një njeri më të mirë, të bën që ti e ke mbyllur një marrëdhënie pa. Jo. Po ti the jam një person që krijoj marrëdhënie serioze dhe kam pas marrëdhënie afat të gjata, pse s'ke përfunduar? Ku ka qenë problemi tek ti, tek personi, tek mënyra se si keni menduar? Ti ke puthur ndonjëherë, Kle? Kam puthur. Po. Po. Çfarë ke ditur për atë personin në fillim? Të ka dalë ndryshe nga sa doli më mbrapa apo u transformua rrugës? Jo. Jo, qëndroi i njëjtë. Po. Dhe ti vazhdon me sa duket me këtë personin atëherë. Nuk i dihet. Jo, nuk i dihet. Po nuk i dihet. Le ta bësh edhe ti një lajm nga ky emisioni. Është Klea në një lidhje serioze e angazhuar? Zemra ime është e zënë. Okej. Qëndron. Kaq. Po atëherë je shumë e vogël akoma, je vetëm 20 vjeç, mos gaboj? Po. Kështu që shpresoj mos të kesh kurrë zemërthyrje dhe çdo gjë ta çosh në atë çfarë kërkon nga një marrëdhënie. Unë tani dua të di se pse marrëdhëniet e tua afatgjate nuk kanë ecur, problemi kujt ka qëndruar joti i marrëdhënies. Në ndonjë marrëdhënie mund të ketë ndodhur që nuk kam qenë unë në momentin tim më të mirë, që do të thotë prisja diçka tjetër nga karriera, prisja diçka tjetër nga jeta, edhe nuk mund të hidhesha 100% në një marrëdhënie. Në një marrëdhënie tjetër mund të kem parë një person që ka tentuar të jetë si unë në fillim dhe më pas me kalimin e kohës krejt befas ka kuptuar që nuk mund të më ndjek mua me energjinë time. Dhe unë nuk kam dashur ta bëj një kompromis të tillë që unë të reduktoj karakterin tim, të reduktoj energjinë time, natyrën time elektrike për të përballur me njerëzit, si dua unë ta jetoj jetën. Pra, nuk jam vanilje. Më kupton? Kjo është ideja. Nuk më pëlqejnë shijet e forta në jetë. Dhe nëse iki me pushime, nuk më pëlqen që të rish trirë në shezllon edhe të shoh plazhin edhe të pi një koktejl atje. Unë preferoj të zhytem në botën urbane, të njoh njerëzit e atij vendi, të humbas rrugën. Dhe nëse dikush nuk është i gatshëm ta bëj këtë gjë me mua, unë nuk do ndryshoj për ta.
Këtu më pëlqeve. Këtu më pëlqeve. Vetëm të. Vetëm këtu. Aktualisht je në një lidhje? Si është zemra jote? Aktualisht unë nuk jam në një lidhje. Në atë çfarë të paktën ti do ta konsideroje një lidhje klasike. Zemra ime është plot. Nuk është e zënë. Nuk zihet zemra. Kam kuptuar që siç e thot edhe Kundera për shembull, ka dy lloje dashurish dhe dy lloje mënyrash se si njerëzit dashurojnë. Një është që ti dashuron të dashuruarin. Pra, ti shef një vajzë dhe ajo të nxjerr nga zemra jote ndjesi që ti ndoshta nuk e dije që i kishe dhe ti je i gatshëm të hidhesh në botën e saj, ta adhurosh, ta përkëdhelësh, ta mëtosh, të kujdesesh për të. Ndërkohë ka edhe një dashuri tjetër që shumë njerëz e kanë, unë përfshir. Unë kam dashuri të vazhdueshme për njerëzit. Unë kam zemrën plot dhe kushdo që do të jetë fatlumja që dashurohet nga unë, në aq sa zgjat një javë, një muaj, një vit apo 100 vjet, do të dashurohet njësoj si ditën e parë ashtu dhe ditën e fundit. The fatluma. Po patjetër. Pse fatlume? Çfarë bën ti për një person që e dashuron? Kam menduar që nuk bëj asgjë, që do të thotë kam menduar që jam një njeri normal si në gjitha marrëdhëniet e tjera normale, por kam kuptuar që me të thënë që shumë njerëz nuk bëjnë për marrëdhëniet, nuk janë të gatshëm të sakrifikojnë, nuk i gjenden aty një personi, nuk e presin dikë kur vjen në aeroport, fjala vjen, që mua më duket gjëja më minimale. Të hapësh derën e makinës një vajzë më duket gjëja më minimale. Të dhurosh lule, këtu nuk kemi akoma, e kam bërë, sepse unë preferoj diçka të gjallë. Lulet më duken një memento, një copëz e një kujtimi nga bim. Ku ka më mirë se sa të dhurosh borzilok, një pemë limoni, një pemë ulliri, diçka që do të jetë aty gjithmonë dhe do të kujtoj ty gjithmonë një person. Dhe unë nuk jam nga ata njerëz që kujtoj me hidhërim njerëz të së shkuarës, përkundrazi. Jam absolutisht shumë i lumtur dhe ndihem shumë e fat për çdo njeri të mrekullueshëm që kam njohur në jetën time. Dhe kam njohur shumë të tillë. Sa? Njerëz të mrekullueshëm. Unë nuk do të pyes se herë je dashuruar, se ti the unë zemra ime është plot dhe të dashuron kushdo që të vi. Unë dua të pyes sa herë të është thyer zemra. Zemra nuk më shtyr. Asnjëherë? Zemra nuk më shtyr. Më shtyr besimi tek njerëzimi disa herë. Më shtyr shpirti im herë të tjera, më shtyr motivimi, më shtyr karakteri herë të tjera dhe janë të gjitha gjëra që ngjiten. Kurse një zemër që ka kaq shumë dashuri nuk thyet dot kurrë, sepse fatmirësisht edhe në periudhat e mia më të këqija, ndoshta edhe depresive, kanë ardhur kështu epifani në ëndra vegime të bukura që ti kupton që do të dashurojmë sërish, her pas here. Më pëlqen që ke një zemër që dashuron dhe zëvendëson. Zëvendëson. Askush nuk zëvendësohet. Të gjithë njerëzit që ndrojnë aty përgjithmonë, sigurisht pa ngushtuar hapësira për personin që do të vi. Pra ky është një kusht, që të mos kemi bagazhe, siç bëjnë zakonisht shumë njerëz, nga një marrëdhënie tek marrëdhënia tjetër. Janë gjëra që secili ka atë riskun e vet, thon shqiptarçe, dhe duhet trajtuar sikur të jetë njoja e parë, sikur të jetë puthja e parë, duhet të jetë çdo puthje. E ke vënë re që ajo puthja e parë, nuk e di si është për vajzat, po për djemt të vjen shumë e pafajshme. Të vjen gati në një aromë qumshti. Nuk e di se si ndihet në aspektin e një vajze. Pastaj ka edhe nga ato puthjet që janë nuk e kanë aromën e qumshit, nuk e kanë atë shijen e pafajësisë. Pra ajo pafajësia kur është foshnja që ushqehet në gjirin e nënës, ka edhe puthje me epsh. Dhe së fundmi mund të them këtë gjë që kam provuar një puthje me epsh ku nuk ishte e pafajshme, por nga gjithë puthjet e tjera me epsh ishte më e pafajshme. Ishte me epsh nga ana jote apo nga e të dyva? Epshi nuk mund të jetë kurrë se si nga vetëm njëra anë. Pasioni jo, dashuria jo.
Është si të potësh murin pastaj, potësh pasqyrën. Nuk e bëjmë sepse nuk e ndjejmë edhe nuk e marrim pas atë çfarë japin. Si e ke përjetuar ndarjen më të vështirë? Ndarjen më të vështirë. Flasim për procesin e ndarjes apo largimin nga një person? Se janë gjëra të ndryshme. Po janë gjëra të ndryshme. Sepse dikush mund ta vuajë një ndarje për mënyrën se si tragjedizohet çdo gjë në jetën e dy personave. Momentin më të vështirë që ke pasur nga të gjithë ndarjet. Një ndarje, cili ka qenë momenti më i vështirë, nuk e di ku ke pas procesin apo largimin. Po atëherë po t'i jap shembull. Ka pasur ndarje ku çdo gjë është tragjedizuar, më zhdukur vetë si në këto filmat që bëhen The Drama, The Marriage, ku diun, dhe tek fjalë, pra praktikisht e vendos vetë atë fjalën teke që është aty në atë raport, dhe duket sikur personi të jep kaq shumë urrëtie nga pas, saqë ti fillon edhe dyshon pak edhe vetë, ore kaq i keq që kam si njeri. Por këto janë gjëra që shërohen, rekuperohen, në fund fare kupton që jo, unë kam qenë në rregull, kam qenë shumë i mirë. Mjafton të kesh vetbesim. Tani, supozojmë se të pëlqen një vajzë që është ulur në tavolinë përballë teja. Si do reagoje, si do ju afrohesha, çfarë do bëja? Tani, së pari duhet marrë parasysh disa elementë. Që ka apo nuk ka një interes kjo vajza. Bën një shikim me sy dhe nëse e merr pas, nëse sytë e saj flasin, një lloj se çfarë ti thua, merr mbrapsht një komunikim në këtë gjuhën e syve, absolutisht të lindet drejta në atë moment të ngrihesh me shumë gjentilesë, edhe të kërkosh numrin në këtë rast Instagramin, do të ishte më mirë. Ka pastaj sigurisht forma më klasike që ti shkon apo dikush ngrihet në banjo dhe pret tjetrin edhe aty takoheni. Është edhe kjo gjëja. Do me thënë, nuk është se ka ndonjë gjë të veçantë, nuk është se po shpikim rrotën. Më the 2 herë syt, kontakti me sy, lexoj syt. Më shpjego pak më shumë si është ky kontakti me sy. Si e kupton ti një person nga syt? Nuk është diçka që mësohet. Është diçka që ti e përjeton. Dhe edhe po mos kesh lexuar kurr syt diku tjetër, të vjen një ditë një person në jetën tënde që të flet vetëm me sy. Dhe të tjera biseda bënin ndërkohë që flisnin me zë, dhe të tjera biseda ndodhin paralelisht ndërkohë që dy persona shkëmbehen me sy me njëri tjetrin. Sa të rëndësishëm e ke këtë shikimin sy me sy ti? Besoj është 50-60% e një njohje shikimi me sy. Nuk e di, më duket shumë e çuditshme kjo. Tani mund të flasim edhe për shikim sy, jo më sy, por në fund fare do jenë sërish syt që do bëjnë, do t'japin një mesazh. Ke marrë një mesazh nga sytë e mi ti? Po nuk po të përpiqem, nuk po të transmetoj gjë me sytë e mi për momentin, po të jap unë për momentin me shikim, po të tregoj që jam këtu në këtë bisedë, po flasim dhe besoj lexon një farë sinqeriteti. Nuk e di nëse ta kam transmetuar këtë gjë deri tani. Nuk di ti lexoj sytë. Atëherë vlen ta vlerësoj publiku. Do flas me ta tani ato. Çfarë zgjedh, një aventurë të shkurtër apo një lidhje të gjatë, të fortë? Po pse jo një aventurë të fortë? Si është aventura e fortë? Një aventurë e fortë mund të jenë dy njerëz që do takohen vetëm 10 ditë në jetën e tyre, do të kalojnë një aventurë fantastike, do të japin çdo gjë dhe gjithçka, dhe në fund fare do thonë mirupafshim, përsa kjo gjë është një kompromis i dyanshëm. Edhe kjo vlen. Por nuk është se e ndaj dhe kushtozoj, çfarëdo që të vi. Momentalisht çfarë do doje, një lidhje serioze? Apo thjesht një aventurë? Po kush nuk do e donte një lidhje serioze? Do ta doje. Po kush nuk do e donte një lidhje serioze? Të kishte një person aty, të cilit të ishte i gatshëm t'i tregonte anën më të errët të vetes së tij, t'i tregonte momentet e dobësisë, që të mos kesh nevojë ti e shtrëkohen i buzëqeshur, por të kesh një person i cili të bën të buzëqeshësh. Kurse këto pjesat e aventurave pastaj kërkojnë ndoshta pak shumë energji. Duhet të bësh një çik pauzë her pas here.
Cila është gjëja që nuk do ta toleroje kur tek partnerja? E bëjnë shumë vajza këtë gjë, e bëjnë shumë djem këtë gjë, tentojnë që të ndryshojnë partnerin e tyre. Kjo është diçka që kam mësuar me kohën mos ta toleroj. Pra, nëse dikush e shoh që nuk përshtatet, mund të jetë më e bukura në planet që ka ekzistuar, më vjen keq, nuk puqemi në këtë pikë, edhe të them mirupafshim. Tani folëm për femrat. Unë dua të di se çfarë do bëhet me të ardhmen tënde, me projektet e tua. Do të shohim sërish në ekran këtë sezon? Po, tek Media 60, pasi të largohet Klea me pushime, do t'i marrë emisionin. Se nuk do ta lajmëronim kështu live, faktikisht, do të bënim një takim, por kështu ndodhi natyra e pyetjes. Do të rikthehem sigurisht në ekran, është diçka që e kam kuptuar shumë që më ka munguar, është diçka që më vjen natyrshëm, është diçka që është pika ime më e fortë. Kam një jetë që praktikohem dhe kam shfrytzuar këtë moment pauze për të përmirësuar në gjën që bëja. Nuk kam qëndruar kot, kam forcuar të gjitha dijet e mia, eksperiencat e mia profesionale në mënyrë që nesër të jem edhe më i mirë në punën që bëja, që ndoshta mund dukem pak arrogant këtu, por isha ndër gazetarët më të mirë të ekonomisë në Shqipëri dhe vazhdoj të mbetem një gazetar kudo që shkoj, çfarëdo që bëj, dhe dua ta përcjell këtë gjë sigurisht edhe në ekran. Ke ndonjë projekt konkret në televizion mbase në Top Channel? Kam një projekt konkret, thjesht jam në fazat që negociojnë kontratat dhe siç e di janë detajet të cilët nuk mund të ndahen sepse mund të çdoj më pas njëra nga palët, të rriqet edhe ndodh që nuk ndodh gjëja, kështu që s'po e them për momentin, por sigurisht që ka do ta mbash sekret. Durojmë shumë sukses. Nëse do hiqe dorë nga televizioni, çfarë do të bëja? Cili është pasioni yt? Kur të heq dorë nga televizioni? Cili është pasioni yt? Kur të heq dorë nga televizioni, nëse se do të vijë një ditë që unë mendoj që njerëzit nuk janë të përjetshëm në ekran, vjen gjithmonë një njeri shumë i aftë që ka atë energjinë e moshës, energjinë e ideve dhe koncepteve të reja dhe të vjetrit absolutisht që duhet i lënë vendin. Pastaj nuk është çështja ti je i vjetër në moshë, është çështja ti je i vjetër në mendsi, nuk e përmirësuar. Pra një doktor, le të themi, duhet të jetë vazhdimisht i përditësuar me dijet e reja shkencore që ndodhin në fushën e tij të mjekësisë. Dhe nëse nuk e bën, edhe tjetri që del nga bankat e shkollëve në ditën e parë, ose ndoshta në ditën 5, masi ka bërë një ca operacione, mund të jetë më i mirë se sa i mjeku që ka shumë vite. E njëjta gjë vlen edhe për moderatorët, edhe për gazetarët. Dhe dita kur unë nuk do të jem më gjendi që unë do ta vlerësoj i duhuri për ta bërë këtë lloj profesioni, do të lë rrugën. Në çfarë do të merrem? Do të merrem ndoshta do të kisha dëshirë të kisha një fermë, për shembull. Më pëlqen të merrem edhe me bimët edhe me kafshët. Mund të ishte edhe ndoshta në kohën e lirë kur pushoj në pasditët e fshatit, mund të pikturoja për shembull. Piktor. Cila është aventura jote më e çmendur që ke bërë? Se ti lëviz me motor. Po. Shumica e femrave vdesin për meshkujt me motor. Tani, shiko, se kjo është keq kuptimi. Njerëzit mendojnë që ti do blesh motor edhe automatikisht i ke gjitha vajzat nga mbrapa. Kur lëviz me motor, i ke të gjithë meshkujt nga mbrapa që marrin vesh nga motorrat dhe thonë sa i bukur ky motorri, sa kubiksh është, e ke bërë stage 1-shin, stage 2-shin për detaje teknike të motorrave, kush i kupton. Por kur jemi një vajzë në motor, mendoj që nuk është momenti për çmenduri. Okej, gjithë kemi bërë atë gabim, kemi ecur shpejt, sepse adrenalina bën vetën, dëshira për të rendur pas atyre hormoneve që sqarohen gjatë adrenalinës, por aventurat nuk kam se të jenë vetëm në motor. Çfarë aventurash ke pas? Një më të çmendura. Kam lënë shumë nam në për intervista që ta bëj sërish këtë gjë. Bëje tani dhe këtu. Së fundmi, aventurën që ke bërë së fundmi, që nuk e ke thënë më parë.
do të them diçka tjetër, do të them një lloj çmendurie në vetvete. Po të dëgjoj. Atëherë, isha me një personazh. I cili njihet edhe publikisht edhe nuk po përmend emra. Dhe ngacmojmë një vajzë e cila nuk ishte shqiptare. Dhe kjo vajza pranon që të vi dhe të konsumoj një gotë në shtëpinë time. Kjo vajza, ndërkohë që ne pinim alkool në balkon, nuk pinte alkool, por zgjodhi që të pinte çaj dhe i bën një çaj me mjaltë, çeribel, kanell, moll, çfarë kisha gjëra çaj që s'ishin përdorur për shumë kohësh atje, ja hodha në një gotë dhe i thash ja dhash ta pinte. Ne ishim përgatitur vetëm për kaluar një kohë të mirë. Vetëm muhabet me një person për kuriozitetin se si është jeta e Tiranës dhe çfarë do një huaj në Shqipëri. Kjo vajza fiksohet. Edhe pse kishte dalë pa telefon atë ditë, kishte mësuar emrat, kishte ndjekur në Instagram, kishte gjetur edhe një mënyrë që edhe unë nuk e di, pavarësisht se më jepet i çik duar shumë për teknologjinë me skanim QR kodin, nuk e di në një moment që se kisha mendjen, merr edhe WhatsAppin, edhe kishte hapur grupe, shkruante tërkohën vazhdimisht kur do takohemi prap, bërtiste në përlagje, kur do takohemi. Vinte edhe çik zor nga njerëzit. Edhe ndodh pastaj që bëhet shumë e tmerrshme kjo pjesa e përndjekjes, më gjymonte kudo që shkoja. Që do të thotë, nëse isha tek marketi i lagjes, edhe kalonte në përshkurrë, në momentin që e kapte shkurrja kështu, më shikonte mua, vazhdonte ecte. Te shkurrja rradhës më shikonte mua dhe vazhdonte ecte. Saqë një moment detyrohem futem në shtëpinë time me kokorën e motorrit që mos më dallonte që isha unë. Apo një natë tjetër e dëgjoj po flitej anglisht në lagje. Ora 2 e natës, nuk piptinte as bufi, se kishim një buf të vogël aty përgjatë pjesës verës. Dëgjoj këtë, e cila fliste me 2 vajza të tjera shqiptare, në një balkon mu përballë balkonit tim, që nuk e di se si i kishte gjetur, dhe tregonte këtë histori se si ishte një djalë që i pëlqente, por tani më i kishte bërë blok, nuk i shkruante, dhe isha unë. Dhe përfundon historia në pikën e tillë që isha sa herë që kaloja në lagje, mbaja telefonin gjasme sikur isha i zënë, futesha blija në dyqane me telefon vesh, saqë një ditë dal, kështu pa dashi, kisha bërë gjithë pazaret, kisha mbushur 2 qese pazaresh me telefon në vesh, dhe në momentin sa dal nga pagesa supermarketit, ora 10:30 në darkës, besoj shpëtova për sot, nuk erdhi këtu vërdall. Kisha çantën, kokorën e motorit, 2 qese të kthej, dhe këtu kisha një pije freskuese 2 litërshe. Edhe shoh këtë që më del përpara, edhe një të marr bidonin e pijes, edhe vendos në vesh edhe bëj sikur isha duke folur në telefon. Domethënë, dhe më vjen shumë keq sepse duket si ishte një ndërhim shumë i madh që i bën një personi, por shkoj gati në stokërim dhe i thash që nëse ti nuk ndalesh me këtë lloj përndjekje, do detyrohem që të bëj kallëzim, edhe më në fund jam i lirë. Je i lirë tani. Jam i lirë, po. Të paktën nuk di akoma çfarë pamje ka motori im, me këto gjërat jam i lirë. Shqyr. Tani është pjesa ime e preferuar. Është rubrika që do përgjigjesh për 3 sekonda. Për 3 sekonda? Po. Të gjitha pyetjet për 3 sekonda apo çdo pyetje nga 3? Çdo pyetje nga 3 sekonda tani. 3 sekonda janë shumë. Okej. Bruna apo bjonda? Bruna. Dashuri apo karrierë? Dashuri. Romantik apo xheloz? Romantik. Takimi i parë dark apo kafe? Pije. Vajzë thjesht apo VIP? Vajzë thjesht. Kush i shkruan i pari, ti apo ajo? Ajo. Je xheloz? Jam, por nuk e shfaq. Të shkruan para ajo dhe jo ti? Po. Se tani e kapa më nes, ç'është ky muhabet? Tani më fal. Kemi arritur një lloj stadi në jetën tonë dhe në trupin tim personal që edhe ja lejoj vetes që të më shkruajë para, nëse ka një interes, nuk do ri të ndjek nga pas dhe të shkruaj çdo vajzë të bukur që takoj. Okej, një marrëdhënie një zën.
Jeni zënë. Po? Atë të shkruan ajo e para apo ti? Kush e merr hapin i pari? Po nuk zihesh dot me mua, se po uzure me mua do të thotë që diçka nuk shkon. Unë kam njeriu që i lë zënkat të zgjasin me ditë edhe me javë. Nëse nuk sqarohet gjëja në moment dhe keq kuptimi fryn dhe furnizon keq kuptime të tjera, janë sinjalet që ai raport, çfarë do lloj natyre qoftë, është drejt fundit. Kështu që nuk më ndodh të zihem me njerëz dhe nëse më shkruan e para ishte për çështje interesi, të kuptohem. Po edhe ç'është interesi duhet t'i shkruash ti i pari, po gjithsesi. E fal tradhtin? Kur? Mesazh apo telefonat? Varet nga personi. E di, që do të thotë, gjenerata Z preferon shumë të shkruajnë me mesazhe. Millennialsët, si unë, preferojnë shumë të flasin në telefon. Ka njerëz me të cilët të shijon një bisedë në telefon sepse mund të flasësh gjatë edhe 3 orë, edhe 4 orë, pa u mërzitur fare. Ka njerëz të cilët ndoshta të duhet pak kohë për t'i kthyer përgjigje, kështu që preferon mesazhet, preferon bisedat. Ti çfarë preferon? Varet nga personi, nuk është diçka që është preferencë ime. Zakonisht. Po tani pjesën më të madhe nuk mund të rish më në telefon, se nuk është se jemi të dhënat sipas akepit tregojnë që numri i minutave të përdorura së fundmi ka qenë në rënje konstante të vazhdueshme prej vitesh, kështu që njerëzit nuk flasin më në telefon. Mesazhe. Det apo mal me partnerën bëhet fjalë? Për pushime? Po ne jemi shqiptar, jemi mesdhetar. Për mua akoma s'ka arritur tek unë ky koncepti që të bësh pushime në mal, po nuk pati det, për mua s'janë pushime. Të pëlqejnë vajzat xheloze? Ja, nuk më pëlqejnë vajzat xheloze, pasioni vlerësohet, xhelozia e pakontrolluar ja. Dashuri me shikim të parë apo jo? Gjithmonë është dashuria me shikim të parë. Nuk ka se si tjetë ndryshe. Do të hyj sërish në Big Brother? Te ky që do vi te në Shqipëri, nëse do të hyja në një Big Brother, do të ishte vetëm në një vend që vlerëson gjëra si matematika, si letërsia, si filozofia, kështu që Big Brother i Koreas ndoshta do të futesha në Shqipëri, por momentin nuk kemi ajo shoqëri akoma të cilën e kërkon dhe do këto lloj vlerash që unë kam dëshirë të transmetoj. Veriora apo jugore? Duhet të mbaroj sekondat apo po, si i bie që su përgjigja do të saj pyetje. Përgjigje s'ka gjë. Veriore apo jugore? Është vështirë si pyetje. E para nuk është se ka ndonjë lloj diferencë të jashtëzakonshme në koncept, por historia ka treguar që mua më ecën më shumë muhabeti me jugoret. Do të thënë jugore. Me sa duket jugore. Edhe pyetja ime e fundit. Çfarë vibe të dha emisioni Vibe? Emisioni Vibe më dha disa lloje vibesh. Si për shembull? Si për shembull tek pjesa e Big Brotherit më dha një vibe shumë kaotik. Tek pjesa kur folën për edhe mëse përmëtor më fjalën femrat, u rezervova unë gjithë mbrëmjen për të mos thënë femrat. Dhe folëm edhe për femrat. Kur folëm për pjesën e vajzave, duhet ta kishe bërë pak më provokues, mendoj emisionin. Jo. Edhe pjesa e fundit absolutisht ishte shumë e bukur. Më pëlqeu. Ishte pjesa ime preferuar vërtet, sepse janë pak pyetje të kërkojnë një përgjigje të shkurtër, po të bëjnë të mendosh. Më pëlqen kjo gjë. Mendove? Mendova dhe zbulova edhe nga vetja shumë. Do me thënë, ka qenë një vibe i këndshëm. Ka qenë një, si ta them në gjuhën tuaj unë, ka qenë shumë lot. Si ka qenë pra i bukur, ja, pra, i mirë, ka qenë lot, ka qenë nice, ka qenë, nice nuk përdoret më, e futa kot. Jo, edhe nice. Ka qenë nice, ka qenë si filmi Odiseja. 3 orë, ama në fund fare ja vleti që shkove në kinema. Angelo, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe. Kam kënaqësinë që të kisha dhe kaluam kaq bukur me biseda kaq të sinqerta, ashtu siç janë sytë tu të sinqert.
Edhe të uroj shumë sukses. Shumë faleminderit, edhe me që ishte kënaqësi që më kishe, të paça dhe unë ty. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.